Territori shqiptar për datën 29 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona qendrore priten rreshje të lehta dhe të shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngjashëm dhe rreshje të dobta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 13 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 11 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 23 gradë Celsius. Berat 13 deri në 23 gradë Celsius. Korç 8 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë 16 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 15 deri në 23 gradë Celsius.